Esmaja, radiallahu anha, ka thënë, më ka mësu, allemeni, më ka tregu, më ka mësu, profeti alayhi salatu wassalam, që ta them një fjalë kur jam në vështirësi, kur kam një hall dert, mërzit madhe, ku jetë duke kalu sikletin e madhe, mërzine e madhe, ka thënë Esmaja, radiallahu anha, ka thënë, ma ka mësu profeti alayhi salatu wassalam një dua. Cila është këtë dua? Dhe nëse thu këtë dua, Allah azza wa jall ka me tu përgjigj dhe Allahu subhanahu jalla jalalu ka me të nimu me lejnë Allahut azza wa jall. Kush është? Allah Rabbi la ushriku bihi shay'a. Për Zotin e madh. Nëse jetu ke kalu momentet vështirë, jenë në gjendje depresive, stres, probleme financiare, probleme nga më të ndryshmet, thuje këtë dua që na e ka mësu profeti alayhi salatu wasalam, thush Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Çka do të thotë? Allah Rabbi, Allahu është Zoti im, la ushriku bihi shay'an, dhe nuk i bëj ortak Allahut azza wa jall.